Në qytetin e Korçës, mbrëmjen e së shtunës, u ndezën zjarre tradicionale, një nga ritualet më të hershme që simbolizon largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës. Në lagje të ndryshme, banorët u mblodhen rreth zjarreve duke përcjell traditën e trashëguar ndër breza, ndërsa atmosfera festive është shoqëruar me gëzim dhe pjesëmarrje të shumtë të qytetarëve. Nuk munguan gatimet tradicionale të kësaj feste me shijet karakteristike të ditës së verës. Një tjetër simbol i rëndësishëm i festës janë veroret shumë ngjyrëshe që vendosen në dorë si shenjë fati të mirë dhe mbarësisë. Në këtë ditë si zakonisht bëjmë kulaçi. Si është për mirë që të tregojmë që po vjen një ditë shumë e bukur, ditë e verës. Prandaj të gjitha nënat, gjyshet të angazhohen për të përgatitur kulaçin sipas traditave tona. I marrin fëmijët, u vendosim dhe një verore. Ne ndjekim traditën e familjeve tona ose e gjyshëve së gjyshëve tanë që na i kanë lënë ndër vite. Përgatitje tradicionale kemi ëmbëlsirat në formën e kekut ose të biskotave. Përgatisim ato veroret që vendosim në duar fëmijëve. Ne një ditë para ndezim zjarret për të djegur të ligat ose për të hequr të ligat e dimrit ose sinës së dimrit. Një ditë shumë e bukur, kënaqemi të tërë mblidhemi si shoqëri, familje. Festimet vijojnë gjatë gjithë ditës së diel me atmosferën e një prinxarjeve më të dashura që bashkon traditën, kulturën dhe gëzimin e ardhjes së sinës së re.